Kushtetutës Kosovës, ju e dini që ka një akt gjykim dhe ka një nënt kushtetutës që kërkon që konstituimi kuvendit Kosovës më kry mrena 30 vitëve. Nuk është respektu ky afat. Nesër kuvendi Kosovës është duke shkel kushtetutën e Kosovës dhe jemi në një kushtet plota të anarkisë totale dhe të shkeljes plot kushtetutës, diçka që sot është bën normë, sepse më nëse vitin e kaluar pushteti ka tentuar përmes interpretimeve alternative, me thonë që jo, ky është kuptimi i kësaj norme ose ky është ose një tjetër, tashmë edhe pushteti vetë pranon që është në shkelje të kushtetutës. Jemi në situatë jashtëzakonshme si shoqëri, edhe duhet të gjejmë një zgjidhje për me dalë për kësaj situate. Do të qëndroni në sallë, zotëri Gruta, deri në ora 12 me qenë se përfundon. Kemi një takim të grupit parlamentar tash, edhe do ta vendosim, po kjo është një situatë pa precedent. Shkelje e qëllimshme, është një anarkie plot, është përmbysje e komplet rendit kushtetutës të Kosovës. Sonte po përmbyset rendi kushtetutës nëse kuvendi s'konstituohet dhe kjo po bëhet me qëllim. Ne jemi sot këtu për me shpreh qëndrimin tonë e veprimet tjera e marrim mas takimit të grupit parlamentar. Faleminderit.